Live from Tirana në Top Albania Radio. Tim të drejt për drejt, ju ripërshëndes të gjithë ku do jeni duke na dëgjuar. Është premte 22 maj 2026 dhe ecim me Live from Tirana. Edhe çunat më ndihmojnë pak me videollin brava me. Ndërkohë, kam sot në program një vajzë shumë interesante në këto amplitudat e platformave online ku ne shpesh ankohemi për cilësinë që ka aty, kryesisht në TikTok, për epitete që nuk dua t'i përmend në program. Ka njerëz në fakt që postojnë gjëra shumë të bukura, por dhe shumë edukative që edhe pse punon në media për 10 vitesh, ti mëson gjëra të reja të profilit kësaj vajzës, që unë e kam sot në studio, që nuk i dije. Si për shembull, fjala që ne e themi lirshëm në përditshmëri akoma, na që kërka greqisht dhe jo shqip. Fjala arom që kërka greqisht dhe jo shqip. Apo enigmë që ne, wow, sa enigmatik është ai personi. Po, edhe fjala enigmë që nga shqip. Nga i lindi saj kjo dëshirë dhe si ka rastisur për t'i mësuar këto detaje shumë interesante lidhur me fjalorin shqip, ku gjua jo në fakt cilësohet si më e vjetra në mos gaboj në Ballkan, për madje besoj edhe më gjerë. Kam sot në studio një vajzë shumë interesante, Sona Dauti. Mirë se vjen në programin dashur. Përshëndetje Ronaldo, faleminderit për ftesën. Faleminderit që i ke kushtuar vëmendje kësaj teme, që është kaq e rëndësishme, po duket sikur e harrojmë dhe prandaj dhe unë vendosa ti më shoh. Por jo vetëm unë në fakt, se ti kam parë postimet dhe ke pasur, like-et nuk tregojnë gjë çka, po ke pasur është një formë mbështetje. Ka pasur shumë shikueshmëri. Bledi Mane, Jacqueline Legatare që të kishin bërë like disa postime ku ti flisje për këtë gjuhën shqipe. E para një herë para se të kalojmë te këto temë për gjuhën shqipe, unë dua të të njoh pak ty më gjërë me publikun. Sona Dauti, apo jo, ti je lindur dhe je rritur? Në Tiranë. Në Tiranë, pra jetë. Por jam nga Dibra. Jemi origjinë nga Dibra. Po. E flet shqipe shumë pastër, të komplimentoj për këtë. Jam lindur rritur këtu, kështu që thjesht fjalën e kam nga Dibra. Po mund të flisë edhe me dialekt tiranëse, kështu që dhe jo vetëm dialekti ndonjëherë të bën të mos flasësh pastër, ne vuajmë shumë për të folur pastër këtu. Mirë, përpiqem të flasim pastër, sa tani jemi edhe në radio ose kur dal në televizion. Jo, po dhe në këto postimet e tua. Edhe në videot e mia, patjetër. Flet shumë pastër dhe ke një lloj qetësie aty që të bën të ndalosh edhe ta shohësh videon. Me çfarë merresh? Unë punoj nga shtëpia, jam freelancer, nuk ka një fjalë shqip për freelancer se kam kërkuar. Freelancer, profesion i lirë, mund ta përshtasim? Okej, po. Mund përshtatet, po, në rregull. Mund të jetë përshtatje, se shqip nuk besoj që ka. Po, punoj nga shtëpia, merrem me projektet tuaja në fushën e marketingut, rrjeteve sociale, logjistikës, pra në përgjithësi gjitha fushat që kanë të bëjnë me komunikimin me klientët. Dhe në fakt kjo puna sikur më jep shumë mundësi që të kem kohë të lirë dhe të ndjek këto pasionet e mia edhe këto dëshirat, sepse gjithmonë fundjavën e kam pushim, kam shumë kohë të lirë edhe gjatë javës. Kështu që unë gjithmonë këto ide që kam, zgjodha që pse ti e mbaj për vete, rriti ndaj edhe me të tjerët, se ndoshta mund t'i shërbej dikujt, sepse fundja sot rrjetet sociale janë burimi i informacionit. E di çfarë më thot një miku im sociolog shumë i nderuar, ai më thot që rrjetet sociale shqip mund të thuhen rrjetet shoqërore. Kështu që e di çfarë do bëjmë sot në program. Për çdo fjalë që unë do të them që nuk është shqip ti do më korrigjosh. Do përpiqem. Shiko, te videot e mia un kam dalë dhe kam thënë, unë jam e parë që bëj gabim, por të paktën jam e vetëdijshme që është një problem edhe mundohem që t'ja ndryshoj vetes, po. S'ka problem, nuk ndihem as ofenduar, le ta bëjmë këtë. Pra, nëse ti je e vëmendshme dhe më gjen fjalë që un përmend nga vesi i zakonit që ne kemi në përditshmëri, që nuk janë shqip me thuaj Ronaldo, kjo fjala në fjalorin shqip nuk është kështu, po ne kemi të huazuar nga Turqia, nga Greqia, nga latinishtja e tjerë me radhë. E do shumë komunikimin, me sa kam vënë re, të pëlqen të komunikosh. Domethënë dhe ndaj kam përshtypjen kanë dhe sukses këto videot e tua. Unë dua Shqipëri një herë radh parë, edhe për këtë arsye unë kam vendosur që ta vendos në punë figurën time, fjalën, emrin tim, çdo gjë, se edhe të komunikosh, sidomos kur nuk ke një përvojë as televizive, as gazeterie, nuk është e thjeshtë, por gjithsesi unë kam vendosur të sfidoj veten për këtë pasion dhe për këtë dashuri të madhe që unë kam për Shqipërinë dhe shqiptarët, sepse unë shikoj shumë vlera tek Shqipëria dhe dua shumë që ti më shoj kësaj pjese. Dhe kjo ishte arsyeja sepse unë kam vendosur të dalë dhe të flas dhe ta marr përsipër këtë
qëllim, le të them. Tani ne shohim shumë goca që duan të bëhen të njohura, duke seksualizuar çdo gjë. Pra, çdo gjë që bëjnë në pra pjesa më e madhe, pa dashur ti fusim të gjitha në një thes, seksualizojnë fotot, seksualizojnë marketingun, seksualizojnë leximin e një libri, seksualizojnë çdo gjë duke menduar që kjo është forma më e lehtë për të pasur audiencë. Dhe është krijuar një perceptim edhe në media her pas here që forma më e lehtë për të thithur audiencën është seksualizimi. Ti, duke qëndruar brenda konturave njerëzore, brenda sjelljes së bukur, të pastër dhe duke dhënë mesazhe kaq të forta, ku e gjetë këtë çelësin e audiencës pa seksualizuar postimet, pa banalizuar dhe pa përdorur trike banale? Unë nuk e prisja fare në radhë parë që unë do merja kaq shumë vëmendje, pra më ka ardhur në mënyrë shumë papritur, ka marrë të ftesa në televizion dhe unë që isha, po ç'lidhje kam unë me televizionin, sepse siç të thash, nuk jam fare e kësaj fushe. Por unë mendoj që këto janë temat përditshme, temat që unë kam hasur sepse flasim për gjuhën, por unë kam folur për pastrimin gjithashtu, kam folur për vendet e bukura të Shqipërisë. Janë temat përditshme që ndoshta njerëzit i harrojnë, por kur ti shikon aty ti thua, mendosh pak dhe thua, po prit pak se nuk e kam menduar më parë këtë pjesë, ose ndoshta janë problemet përditshme. Unë mendoj që kam gjetur problemet përditshme që njerëzit ndoshta i vuajnë, në thonë za gjithmonë, dhe kur unë kam dalë aty sigur kanë gjetur veten shumica, dhe unë mendoj që shumica e duan Shqipërinë, por ndoshta nuk gjen atë mënyrën e duhur për ta shprehur, edhe kemi dëgjuar kaq shumë lajme të këqija, saqë kanë ndikuar shumë në psikologjinë e njerëzve. Por që unë jam këtu për të treguar që shiko se ka një anë tjetër Shqipërisë, një anë të bukur, gjuha shqipe sidomos është shumë e bukur, është një deg e veçantë, është deg më vete në familjen e gjuhëve indo-evropiane, është shumë e vjetër, dhe ajo që unë kam dashur shumë të them është që për shumë shekuj shqiptarët kanë luftuar sepse nuk kishin të drejtë për të folur shqip, për të shkruar, për ta lexuar, dhe më në fund ne që kemi të njëjtën drejtën për të folur pastër, po zgjedhim që ta përzjejmë me lloj-lloj gjuhrash. Turqisht dhe greqisht do thoja që kanë qenë ndikime nga pushtimi përpara, kurse tani latinishtja, dhe këtu flas ndikimin nga italishtja dhe anglishtja, pavarësisht që anglishtja është gjuhë gjermanike, po ka marrë shumë nga latinishtja, kështu që unë i kam grupuar në një vend. Mendoj që ndikimi i latinishtës ka ardhur nga rrjetet sociale, nga interneti, po edhe nga ju gazetarët do thoja, dhe po të them ju gazetarët se ty të kam përballë, po në përgjithësi i shikoj shumë gazetarë që flasin lloj-lloj fjalësh dhe them me vete, a kam bërë gjuhë shqipe në shkollë? Se të besoj, unë nuk kam bërë gazetari, po ndoshta ti që i fushës e di që gjuha shqipe ka qenë një ndër lëndët kryesore, ndoshta që keni bërë në fakultet. Gjithjetër. Pikërisht, edhe them me vete, a kam bërë gjuhë shqipe? Këta gazetarët se po na fusin, thjesht marrin shumë fjalë të huaja nga italishtja përgjithsisht ose anglishtja, i fusin një prapashtesë dhe e shqiptarizojnë. Shqiptarizojnë edhe krijohet kjo ideja që ky njeriu ka fjalor shumë të pastër, po, është i lexuar. Dhe thot gjëra shumë të nda. Është gabimi të gjithëve, në përket jemi të gjithë sado pak fajtor në këtë gjë dhe nuk po e vëmë gishtin askujt, por të paktën po bëjmë mirë që po flasim sot. Flasim gjithmonë për fjalët që e gjen fjalën shqipe, ke në fjalor, sepse në Shqipëri ose po flasim për pjesën e fjalorit, ka shumë fjalë që ti nuk e ke një fjalë në shqip, se dhe turqishtën për shembull më akuzonin shumë njerëz që shiko se po çorap si thua, po kafe si thua, po dollap. Tani janë shumë fjalë që ne nuk e kemi, kështu që detyrimisht e kemi marr, por për sa kohë që e kemi fjalën në shqip, pse ta mohojmë edhe të përdorim një fjalë që s'është e nevojshme. Nuk kemi se të themi dollapet në shqip fjalë bie? Jo, unë kam kërkuar dhe jo, nuk ka. As çorap. Jastëk. Për shembull, jastëk është nën kres, por që shumë pak e përdorur dhe nuk i vjen askujt përmbar për ta përdorur. Po gjithashtu edhe fjalët së fundmi, për shembull internet. Nuk kemi si ti themi. Dëgjoj, këto janë dhe disa trende ndërkombëtare që nuk janë as të shpikura nga ne, edhe ti i detyruar ti. Pra nuk e shmangim, deri diku nuk e shmangim, por ajo që un kam dashur të përcjell. Pikërisht, ja tani un doja thoja të transmetoj, por në fakt fjala shqipe është të përcjell. Aha, të transmetoj nuk është shqip? Jo. Çfarë është?
Më duket se është anglisht. E fusim tek latinishtja, nuk jam e sigurt. Duhet ta kontrolloj sepse edhe unë për këto vitit kam ndenjur gjithë kohës duke kontrolluar, duke lexuar. Po. Se dhe ti gjen gabimet e kam punuar edhe me fjalor madje. Ke takuar gjuhtar të dëgjues shqipe, profesor të nderuar, studiues për të marrë më shumë këshilla? Jo. Më kanë shkuar disa në rrjetet sociale. Çfarë thon? Në Instagram. Po më thon për fjalë të ndryshme, nuk është kështu, është ashtu, japin mendimet e veta personale, por që shiko, nëse një fjalë është shqip, për shembull, sepse është fjala akoma që shumë njerëz këmbgulin që është fjalë shqipe. Okay. Por në të vërtetë po të futesh ti dhe të kërkosh në çdo artikull në internet, të gjithë e pohon që është fjalë greke. Dhe di çfarë bërë shumë përshtypje se kur pash të postimin tënd më kujtua kënga e Rozanës me atë këngëtarin grek që fituan festivalin, kënga magjike, dhe kënga e ka titullin Akoma. Dhe unë thash, "Ua, sa mirë pas e vendosur titullin shqip kësaj këngë, sepse këndohet gjysmë greqisht, gjysmë shqip, por në fakt titulli që ngërka tërësisht greqisht, Akoma." Është temë për diskutim, nuk po them që çdo fjalë që un kam thënë është e saktë, ndoshta edhe nuk është, sepse siç të thash edhe një herë, nuk jam fare kësaj fushë, kam zgjedhur që ta bëj këtë nismë, le të themi, me vullnet të lirë, por gjithsesi, siç të thash, mendoj që po të jemi të vetëdijshëm, disa fjalë edhe mund t'i korrigjojmë. Qartë. Do të shkojmë në pak hapësirë marketingu, si mund t'i them marketingu të shqip? Reklam? As reklame nuk është shqip. Edhe as publicitet nuk është shqip, por do të shkojmë në një hapësirë ku do të flasim për shumë biznese. Rikthehemi pas pak në program. Dhe zotërin të jetë me ne në program për të diskutuar për iniciativën e saj, iniciativa nuk është shqip në fakt. Nismën e saj shumë të bukur që ka marrë në rrjetet shoqërore. Për të edukuar sadopak fjalët që ne me forcën e zakonit i përdorim në përditshmëri, por që nuk janë fjalë shqipe. Nisim pak me videon që ka marrë më shumë like, më shumë repost, më shumë komente në Instagramin tënd, ka 54.400 like, 2000 ca komente, 1300 e ca ripostime dhe 15.400 shpërndarje, 1.2 milion. Dhe ti në këtë postimin tënd, jo, mi mbaj vetëm mbulim në Leduo. Në këtë postim flet për fjalët turke që ne i përdorim, që në fakt këto fjalë turke kanë përshtypjen bizatore më shumë të përhapura në shoqërinë tonë? Jo dhe aq, janë fjalë tjetra në fakt. Sot do thaj që mbizotojnë më shumë fjalët latine. Latine. Por gjithsesi këto fjalët turke sikur janë të rrënjosura edhe duket sikur janë njësoj me shqipen. Dhe janë të rrënjosura dhe ne jemi të bindur që janë fjalë shqipe, jo të gjithë e dinë. Për shembull, nisim pak. Ti thua që penxhere në shqip është dritare. Oda, që është turqisht, ne kemi shumë biznese me këtë emër në Shqipëri. Në shqip i thon dhom, nejse që ne përdorim shumë nejse, ma ne kupton. Në shqip do thot gjithsesi, e fjalë të tjera si këto vazhdojmë pak. Kemi të tjera që janë hajde, që në shqip është eja. Këtë e përdor gjithë Ballkani në fakt, po. Po, edhe në Greqi e përdorin shumë. Shumë e përdorin. Kismet në shqip në fakt është fat, bujrum në shqip do thot urdhëroni, baçe, inshallah, që kam edhe këto fjalët në fakt që ne i përdorim me lidhjen tonë fetare. Kam pasur shumë diskutim në komente, për shembull inshallah ti thua që në shqip inshallah nuk është fjalë shqipe, por në shqip do thotë dashzoti. Aksham, që shumë përdoret edhe kjo, në shqip do thotë mbrëmje. Sabah, mëngjes, sa këngë të tilla kemi ne, për shembull dola në sabah, të tilla si këto baçe, që në shqip do thotë kopësht. Jeshile, kjo më surprizoi shumë. Jeshile është turqisht? Po. Dhe në shqip është e gjelbër. Më duket se edhe gjelbër është fjalë slave, por sepse kërkova më pas, por shqip është e blert. E blert? Po. Wow. Me sa kërkova unë, gjithmonë nuk mund të them 100% nëse jam e saktë, por pra ne pas kemi jetuar në një gënjeshtër me ngjyrën jeshile, edhe me ngjyrën e gjelbër. Thonë që ngjyra gjelbër ose e blertë është ajo më e hapura, siç është për shembull ngjyra barit, kurse jeshilja është ajo e forta. Kështu që ndoshta ka edhe dallime këtu, po gjithsesi nuk është fjalë shqip. E kuptoj. E ke marr nga turqishtja. Çfarë ke tjetër të ruajtur aty nga turqinizmat që ne i përdorim shumë në përditshmëri ose ku do të ndalemi për të edukuar pak më shumë?
Unë i kam përzgjedhur këto fjalët në fakt. Këtu kam marrë shumë vëmendje tek fjalët për shembull që i lidhin me pjesën e fesë, pavarësisht që unë nuk doja që të ndalesha shumë, por ajo që doja të thoja është që dhe nëse disa fjalë janë arabe dhe i përkasin fesë islame, gjithsesi fakti që Turqia na pushtoi dhe përhapi fen masivisht, do të thotë që i kemi marrë, si thua, nga pushtimi turk edhe këto fjalët, dhe nuk ka asgjë të keqe që ti përdorësh, por për sa kohë që kemi fjalët shqip, mund t'i përdorim sepse unë gjithmonë i mëshoj kësaj pjesës që mund të lutesh edhe me fjalët shqip. Mund të lutesh në cilën edhe me gjuhën tënde të shpirtit të Zoti, është një shprehje shumë e bukur një autori, s'po mbien emrin tani, që thotë që Zoti i kupton të gjitha gjuhët, mjafton të luteni, edhe pse në vend të inshallah të mos themi dash të Zoti, është shumë e bukur kjo dash të Zoti. Tingëllon shumë bukur. Ka dhe kuptim në shqip edhe është e vërtetë. Ke pasur shumë reagime me këtë postim më the? Ishte videoja e parë e kësaj teme, unë kam bërë 3 video me fjalët turke, greke dhe latine, po kjo ishte videoja e parë. Më erdhi shumë keq që shumë njerëz më kishin keq kuptuar, duke lidhur me pjesën e fesë. Nuk ishte ky qëllimi, sigurisht që jo, por gjithmonë qëllimi ishte që mund të jesh musliman, mund të jesh shqiptar. Unë po flisja për pjesën e gjuhës, po, për pjesën e fjalorit, për pjesën e komësisë, por që në fund ditës gjithë secili është i lirë që të flasi, ta përdori gjuhën, fjalët si doj. Qëllimi im ishte thjesht një rikujtesë. Nuk është se unë do dalë detyroj askën se si të flasë, Kushdo të edukohet, pastaj aty ka opsion, mundësinë kushdo. Dhe më ka bërë shumë përshtypje një tjetër video jote shumë interesante, po e shija sot në mëngjes në fakt këtë, teksa po të kontrolloja profilin në Instagram, tradita e harruar e shqiptarëve, që ishte shumë e bukur ajo që ti shpjegoje që dikur ne e kishim obligim të i flisim dhe për kënaqësi, detyrim të i flisim të tjerëve, të përshëndeteshim me ta. Sot ne ulim kokën kudo. Nga të lindet dëshira për ta trajtuar këtë gjë si temë, injorimin që ne i bëjmë të tjerëve. Më lindi nga vetja. Pse? Nga vetja, nga njerëzit përreth, po sikur na është bërë zakon, shohim një person të njohur aty në rrugë, bëj sikur e ke mendjen në telefon, ose thjesht për mos ta përshëndetur, po puna është që përshëndetja është vlerë, sidomos në shoqërinë shqiptare. Dhe erdhi një pikë që unë po mendohesha për mamin tim, që kur shkojmë tek fshati i mamit, sepse mami është nga një fshat i Tiranës, mami përshëndetet me gjithë fshatin. Edhe kemi shumë dalesa. Po kemi shumë dalesa në rrugë, edhe unë kur kam qenë më e vogël i thoja, "O ma, pajt, pse do ikim tani?" Po. Nxito që të ikim. Pastaj duke u rritur e kuptova që shiko se nuk është asgjë e keqe ti përshëndesësh të tjerët, pra përkundrazi është kulturë, dhe sidomos me njerëzit e njohur, se unë e kam thënë pak si me shaka, hasesh me hallën në rrugë, bën sikur nuk e ke mendjen. Hallën. Po, është pak për. Me qenë se përgjithësia e cilësojnë si gjarë për. Kryesisht të shkretat halla i cilësojnë ashtu. Po, pikërisht, edhe ndonjëherë dhe s'kan faj, po nejse. Gjithsesi ti bëj tënden, Po, do të flasësh. Po, dhe qëllimi im është që këto vlerat e shqiptarëve, këtë pjesën e kulturës që ndonjëherë e harruar, ta rikthejmë sërish, sidomos unë që jam vajzë e re, ndoshta mund të marr edhe pak më shumë vëmendje se shiko, kjo vajzë e re tani po merret me këto çështjet e vjetra, me këto traditat e vjetra. E kam shfrytzuar në një farë forme këtë vëmendje që po marr për këto tema të rëndësishme, sepse ndoshta e ke parë që unë nuk bëj as një lloj reklame, as nuk është se kam shfrytzuar Instagramin apo gjithë të vëmendje për asgjë tjetër përveç se për të flas për Shqipërinë, për vlerat e shqiptarëve, për vendet e bukura të Shqipërisë dhe për tema që unë mendoj që kanë rëndësi. Qartë. Mirë. Muzika shqiptare është një tjetër fushë që gjua shqipe aty duhet marrësh një lup e ta kërkosh. Tek tekstet e sfundit. Te tekstet, se ose ka anglisht aty ose ka nuk di domethënë, nuk di ç'të them më parë. Dikur bëheshin tekste shumë të bukura, të pastra dhe fjalë aq të bukura shqip. Sot ka një varfëri aty, jo vetëm në përdorimin e termave anglisht, fjalëve anglisht, por edhe një varfëri në të shkruar. Gjithsesi, shkëputemi sërish dhe rikthehemi pas pak në program. Live from Tirana, që në Shqip do të quhej, do të mbante emrin drejt për së drejti nga Tirana. Ju përshëndesim edhe një herë. Ora shënon 11:37 minuta. Ne vazhdojmë të në studio me Sona Dauti, një vajzë shumë interesante që besoj ju ka dalë të paktën një herë në këto rrjetet shoqërore dhe po flasim për këtë
nismë shumë të bukur që e kemi përmendur në program për të na rikujtuar pak fjalë që ne I përdorim si pa të keq në përditshmëri. Dëgjoj, ndalim pak te këto, se këto fjalë turqisht I kemi dëgjuar shpesh. Janë të hasura dhe ne ndonjëherë jemi të vetëdijshëm që janë nga turqishtja. Ato fjalët greke mua më bën shumë përshtypje, do më elaborosh disa fjalë të tjera greqisht që nuk e dim që I përdorim? Më duhet të shikoj pak se unë I kam përzgjedhur. Po. Ke merr kohën tënde. Dhe këtu ka marrë shumë diskutim për fjalën thesar. Po. Tani në shqip ka kuptim si një fjalë e përbër. Thes plus ar del fjala thesar. Okej. Por po të futesh dhe po të kërkosh del gjithkund sikur është fjalë greke e marr nga fjala e vjetër thesarios. Okej. Diçka e tillë. Tani njerëzit komentojnë edhe mbështesin shumë idenë që thesar është shqip. Është fjalë shqipe dhe grekët mund ta kenë marrë nga arvanitasit. Por që është puna, nëse një fjalë është shqip dhe pretendohet që është greke, mendoj që nuk e di gjutarët, dikush nga ministria që merret me këtë punë, sikur të bëj disa studime që ta mbështesi, pikërisht se kemi lënë këtë gjuhën me dorë të lirë. Të na e marrin, se edhe na kanë marrë. Është puna që po ti marrësh një gjë grekëve, ti nxjerrin syt, jo vetëm neve, po gjithkund e mbrojnë me mishe me thonjë atë gjuhën e vet, historinë e vet, çdo gjë gjëra që nuk janë të tyre ndonjëherë dhe Po pikërisht, kurse ne ndoshta këtë fjalën e kemi tonën, edhe unë këtu për shembull ndjeva sikur isha në gabim, sikur e thash një fjalë që në të vërtetë mund të jetë fjalë shqip ose që ka kuptim shqip, por që e thash si fjalë greke, pa dashje gjithmonë. Pra, ti në këtë postimin tënd thoje që thesar është greqisht dhe në shqip është pasuri. Pasuri, po. Dhe lindi ky diskutim po thua në rrjete. Po. Tani ti çfarë shumë njerëz mendojnë që e kanë bërë me dashje për të marrë vëmendje, sepse shumë njerëz u futën dhe komentuan dhe ndoshta kjo video me fjalët greke mund të merrte shumë vëmendje nga kjo. Në të vërtetë unë e kam bërë pa dashje, thjesht kur unë u futa dhe kërkova, sepse unë kam lexuar shumë artikuj me fjalët dhe po I krahasoja me njëra tjetrën, edhe ndihte që fjala thesar vjen nga fjala thesarios që është greke. Dhe shumë njerëz komentojnë që është shqipe, ndoshta me të vërtet ka përjardhjen shqipe sepse edhe ka kuptim, siç të thash thes plus ar dhe thesar, por çfarë fjalësh të tjera greke diti që ne I përdorim vazhdimisht në Shqipëri? Aroma. Po. Aroma është fjala që përdoret më shumti, edhe këtu mora shumë që në Shqip komente. Është erë. Është erë, por jo vetëm erë, është erë e mirë. Erë e mirë. Erë e mirë, po. Po kur era është e keqe apo? Kemi erë e keqe. Erë e keqe. Okej. Po. Ndoshta nuk kemi thjesht një fjalë, mund të kemi një grup fjalësh, por ai është kuptimi. Enigm, siç e the edhe në fillim, që është I ose e fshet. Duhet të shikoj tani fjalët e tjera. Po, mund të shohësh se jam kurioz shumë për këtë. I kam përzgjedhur Për këtë gjuhën greke, për fjalët greqisht që ne përdorim në Shqipëri. Ndërkohë, 11:40 është ora eksakte në këtë momente. Ju përshëndesim dhe dëgjoni me vëmendje. Janë disa fjalë që ty nuk ta merr mendja, se tani po kujtohem. Fjala angari për shembull. Po. Është bar ose punë e detyruar, pavarësisht që unë e kam cilësuar si bar, se thjesht edhe për angari është greqisht, jemi te greqishtja gjithmonë, okay. Po, nuk besoj se për këtë ka ndonjëri diskutim. Fjala azil. Azil, që e përdorin gjithë. Është në shqip është strehim. Strehim. Po. Që në shqip nuk e përdor askush si strehim, se nuk I vjen përmbar, gjithkund e përdorim azil, por që fjala shqipe është strehim. Fjala gjimnaz. Dhe kjo në fakt përdoret edhe në vende të tjera të botës, por që është greqisht. Okej. Ne këtu e përdorim për shkollë të mesme, pavarësisht edhe fjala shkollë thonë që vjen nga slavishtja ose nga rusishtja dhe fjala shqip është mosojnëtore. Mosojnëtore. Po nuk e përdor askush, edhe ti po të tentosh nuk të vjen përmbar. Nuk të vjen përmbar mosojnëtore. Prandaj edhe në Korçë, shkolla e parë e ka emrin mosojnëtore e parë shqipe. Interesante shumë. Kanë ditur diçka më shumë ata se ne, po. Ata kanë ditur edhe kanë luftuar, edhe kanë ruajtur me mish me shpirt gjuhën shqipe, po. Ç'të bësh? Fjala dilem. Po. Është më dyshje. Kjo është, jam bindur që është greqisht. Tani lexova disa komente që më thonin që fjala dilem është fjala shqip sepse vjen nga fjala dylem. Po. Nuk e di çfarë kuptimi ka, por tani kjo është një fjalë shumë e diskutuar. Fjala krevat.
Jo, më qëndro pak te dilema, nëse dilema është fjalë greke, shqip tani si duhet? Më dyshje. Okay. Krevat, me që krevatin e kishim highlights këtë vit në Big Brother. Fjala krevat, më vjen shumë mirë që unë nuk merrem me këto lajmet e Big Brotherit, edhe pse ato marrin më shumë mendje fatkeqësisht, po ti hyj më thellë, fjala krevat është shtrat. Shtrat. Okay. Pavarësisht edhe këtu shumë njerëz komentonin që krevat vjen nga fjala krye dhe vatan. Po nuk e di nëse mund të ketë kuptimin e shtratit, po gjithsesi. Okay. Flasim gjithmonë me komentet e njerëzve, se edhe atyre u marr shumë mendimin, sepse për shembull, kur dola në fillim dhe hodha videon e parë me fjalët turke, unë aty kisha përdorur disa herë fjalën akoma, sepse nuk e dija që ishte fjalë greke. Dhe aty komentuesit më thanë që fjala akoma është greke, po, edhe kështu, mos e ndem nga njëri tjetri. Prandaj unë jam kënaqur shumë me këtë sfidë. Dhe fjala fundit ishte fjala thesar, që siç e diskutuam është pasuri. Këto ishin fjalat që unë i përzgjodha. Po latinisht do më shkosh pak te këto fjalë latinishte. Latinisht kemi shumë, me të vërtetë shumë, po unë jam munduar të përzgjedh disa që mund t'i zëvendësojmë shumë lehtë, sepse janë shumë fjalë që nuk kemi. Po gjithsesi, edhe këtu kur nisa fjalët turke ishin shumë njerëz, sepse unë kisha përgatitur të treja video, thjesht nuk mund të hidha të gjitha njëkohësisht, po. Edhe kur hodha fjalët turke, shumë njerëz më shanin, më kërcënonin, se kam marrë dhe shumë kërcënime te ajo videoja. Po fjalët anglisht, italisht i përdorni ju sot, nuk flisni fare shqip. Edhe ishte thjesht po prisni, tregoni pak më të duruar se i kemi dhe këto. Fjala confidence. Confidence është latinisht. Jo confidence, edhe confidenca është latinisht, po unë këtu kam marrë coincidence. Coincidence. Që është rastësi. Rastësi. Okay. Wow. Të gjithë coincidence e përdorin. Wow. Obligim. Që e the pak më parë është detyrim. Në shqip është detyrim. Detyrim, po. E komplikuar. E ndërlikuar duhet të shqip, okay. Po. I ke lexuar ti duke ta apo? Jo, po ka gjë arrita ta kuptoj se nuk I dim, e shikojnë që i dim, po thjesht nuk i përdorim. Ose i përdorim të dyja, varet si na vjen. Po. Fjala opsion, fiksim. Opsion? Po, në shqip do të jetë fiksim? Është zgjedhje. Është si është? Zgjedhje. Po. Opsion. Ke dy opsione, po. E dëgjova si obsesion, prandaj tash fiksim. Edhe ajo, ja. Po nxjerrin edhe një tjetër. Okej, po obsesion. Union i bashkuar. Bashkim, po. Bashkimi i bashkuar. Unioni shqiptar. Servis. Shërbim, po. Shërbim, pavarësisht se shumë njerëz argumentojnë që dhe fjala shërbim është fjalë ruse. Okej. Nuk është fare shqip, po e marrim për të miqën për momentin. Fjala doktor. Doktor, mjek? Mjek. Okej. Po. Fjala lavostovilje. Pjatalarse. Po dhe pjatalarse edhe pjata nuk është fjalë shqip. Kështu që po mundojmë të përshtatim. Pjata. Nuk e di, ndoshta. Nëse po është e përgjithshme. Pikërisht. Tani, po ta diskutojmë këtë fjalën lavatrice. Rroba larse, kush e përdor në Shqipëri rroba larse? Askush. Po iki të ndez pak rroba larse. Wow. Në Kosovë përdorin, sepse dhe fjala për shembull farmaci, barnatore kanë parë. E ke parë kudo? Isha në Prizren para një muaj krejt të gjitha ishin barnatore. Edhe fjala parukeri, floktore. E ke kudo? Edhe këtu kisha shumë kosovar që komentonin që shiko se ne po e fliskemi shqipen më mirë se ju. Pastaj futeshin shqiptarët e Shqipërisë që thonin po rrini se ju flisni turqisht gjithkohës, se ndoshta ato kanë më shumë ndikim. Ka shumë fjalë turqisht andaj. Pikërisht i përdorin më shumë se ne ndoshta këtu në Shqipëri ne përdorim më shumë fjalë latine, ata përdorin më shumë fjalë turke. Mjafton të shkosh në Prizren të ulesh në restorant dhe ti mendon që je në Turqi, që nga gjithë kultura e servirjes, shaj, si mënyra se gatuajnë. Tjetër latinisht. Është vërtet. Këto kanë përzgjedhur për momentin. Ishin fjalët kryesore dhe ndoshta nga që njerëzit futeshin diskutonin me njëri tjetrin. Patjetër me një qashtje pak negative do thoja, duke nisur edhe sharje me njëri tjetrin, sepse ajo që kam vënë re sidomos rrjetet sociale është që ne shqiptarët nuk dim të debatojmë aq mirë sa që ta pranojmë mendimin e tjetrit. Jo, ndoshta debatojmë, të zihemi, të diskutojmë. Po është gjë tjetër të diskutimi dhe debati. Po nuk e di, ma gjej, si thonë debate të shqip. Ose është shqip, ose pas
Nuk besoj se është Nuk më shqip. vjen se shqip, ja. Nuk besoj se nuk është shqip, po gjithsesi nuk është se gjej një fjalë tjetër që Duhet ta gjejmë. ta barazoj. Mund të ketë një fjalë. Shqip. Dën rregull do e kërkojmë pastaj. Ajo që doja të thoja është që shqiptarët në përgjithësi nuk din të zihen, po e themi kështu në fjalor të përditshme, nuk din të zihen në atë mënyrë që ta pranojnë mendimin e tjetrit. Dhe nëse nuk është mendim i njëjtë me tëndin, thjesht ta respektojnë. Edhe kishte shumë komente fyese, shaheshin me njëri tjetrin, i kam fshirë të gjitha sepse nuk dua që në faqen time të jetë kjo fryma negative. Po edhe është diçka që unë fakt e kam nënvizuar aty që çdo koment sharës edhe fyes do fshihet dhe të gjithë ju, sepse u zemrova pak duke parë që këto. U zemrova, jo mërzita, u zemrova sepse njerëz do të mësojmë që të flasim pa e shar tjetrin. Po zemrova është shqip? Po. Është shqip. Zemrova po. Dhe bëra edhe një koment që çdo koment tani nga të tjerë çdo koment sharës do fshihet, edhe duhet të mësojmë që të flasim duke respektuar mendimin e tjetrit. Nuk e di nëse ja kam arritur. Një mision më të vështirë se sa ti mësosh. Nuk e di nëse ja kam arritur, por paktën te faqja ime, është faqja ime dhe unë mund të bëj aty çfarë të dua, kuptimin që mund t'i kontrolloj. E vërtet. Të falenderoj shumë që ishe në program, edhe të uroj shumë suksese në këtë nismën tënde në platformat tua shoqërore dhe uroj çim për gjëra të tjera të bukura. Faleminderit shumë për ftesën edhe që po jep zë kësaj çështje. Me shumë kënaqësi gjithmonë. Mund ta ndiqni në Instagram Sona Dautin për më shumë postime. Ne do të ta mbyllim këtu programin për sot. Ritakimi jonë në radhë do të jetë të hënën. Deri atëherë unë uroj me zemër të kaloni një fundjavë sa më të bukur. Mirë dëgjofshim.